Shpejtësia dhe parakalimet e gabuara vijojnë të mbeten ndërshkaqjet kryesore të aksidenteve. Shefi i sektorit të policisë rrugore në Elbasan, Viktor Dulaj, thotë se pakujdesitë e shoferëve po sjellin ngjarje të rënda. Parkimet e gabuara, qëndrimi i mjetit trotuar, si dhe marrja e masave në vijët e kalimit këmbësorëve, ku mjetet që nuk japin përparësi. Njëkohësisht, puna e policisë rrugore në qytet është e fokusuar në identifikimin e mjeteve të cilat përdorin marmitat të modifikuara të cilat shkaktojnë ndotje akustike në qytet. Policia rrugore po përdor gjithnjë dhe më shumë teknologjinë për të zbuluar shkelësit, ku jemi duke marrë masa me mjete inteligjente, siç është droni, i cili konstaton shkeljet e qarkullimit rrugor që janë parakalimet gabuara, përdorimi i celularit dhe rripi sigurimin drejtimin e mjetit, shkeljet që janë burim aksidenti. Në akset e tjera të qarkut të Elbasan, ne kemi vendosur mjetet inteligjente për matjen e shpejtësisë, siç është makina inteligjente e cila bën matjen e shpejtësisë në lëvizje. Rrugorët të bëjnë apel shoferëve të respektojnë kufitë e shpejtësisë, të mos përdorin telefonin, të vendosin rripin e sigurimit si dhe të shmangin parakalimet e rrezikshme.